Në këto momente të emisionit të Fitër Bajramit, shpresoj që jeni duke u kënaqur me emisionin ton maraton të përgatitur kushtuar kësaj feste. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë që sot në studio për këtë festë të kemi njërin ndër themeluesit e organizatës apo shoqatës Humanitas, një shoqatë e bamirësisë ku të gjithë ato nevojtarë edhe muajin e shenjtë të Ramazanit kanë pasur një derë të hapur në këtë shoqatë ku ato kanë qenë të mirëpritur nga këto. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi të ftuar Adnan Kollarin. Përshëndetje dhe mirë se erdhe dhe gëzuar Fitër Bajramit. Përshëndetje, mirë se gjitha urime dhe juve. Përshëndetje edhe nga unë. Ne duam t'ja fillojmë edhe pse këto aktivitetet e fundit ne i kemi marrë nga ju. Ne dim edhe ndihma që keni japur edhe aktivitetet e tuaja, por duam të shkojmë pak tek fillimet. Shkojmë se si ishte ndërtuar kjo shoqatë, si filloi kjo gjithë puna juaj. Kjo organizat filloi diko vitin 2018 prej një vullneti të lirë disa personave. U nisëm edhe pa e parashikuar se do të jetë diçka kaq e madhe. Ky aktivitet, domethënë si them letra njoftimit e jone ishte kjo kuzhina dimnore. Ku shpërdajshim 200-250 ushqime në ditë. Atëherë erdhi kjo ideja të bëjmë një iftarin e madh i vetmi, ose të them ndoshta edhe treza më e madhe në Ballkan, ku ishte pi shkallave para deri në shkalla treta një tavolinë, një iftar. Atëherë vazhdume deri sa bëme para 2 vitesh shkak motit u desh ta kalojmë atë iftarin e ranës në një ambient të mbyllur. Ta bëmë një ambient të mbyllur, domethënë bëmë në sallën e basketbollit tonë në shkollën mesme. Edhe ashtu domethënë ishte diçka që mundohesh ndoshta edhe me lënë apo me na shkalu, por ishte diçka aq tepër tërheqëse sa që s'mundesh dash pjesa e punë. Sa keni parë ndoshta edhe për krahjen e vetë qytetarëve të Ulqinit, sepse ne dim që ulqinakët kanë një zemër të madhe dhe të hapur për të gjithë ato që ndoshta edhe shohin që kanë nevojë. Si gjithmonë, shumë herë kam përsëritur dhe do duhet më përsërit Ulqini ka një zemër të madhe, një zemër të madhe, por Ulqini është komplet zemër, saqë gjithmonë kena pas për krahjen e tyre maksimale, çdo herë kur e kena pas si them ashtu në atë gjyrë popullore ngushtë, ata na janë sillu. Këto ndihma ku janë të fokusuara më tepër? Por ne i kena kryer domethënë me gjithë këtë kohë, të flas një periudhë bajeke e gjatë, domethënë kohore ku kena shikuar, kena analizuar, ky numër ishte shumë më i madh i tyre njerëzve me nevojë. Por kur na domethënë depërtume në tana pore të qytetit edhe i domethënë i klasifikume kush janë ata njerëz që janë shumë me nevojë, edhe kena formuar tash një farë listë, domethënë një listë stabile, një listë qendrore ku i kena 140 persona apo 43 familje që janë gjithmonë ka nevojë. Për gjatë gjithë këtij muaji që lan pas të muajit të Ramazanit, keni shpërndarë çdo mbrëmje iftar për këto familje që vetë the? Pak, domethënë kena fillu çështë ditën e parë muajit janar me kuzhinën dimnore, ku kena pas plan, domethënë të ndërlidhim edhe muajin e mëdhenshëm të Ramazanit. Atëherë shkak i mungesave financiare kjo kuzhinë më desh ndërprehet ndikon datën 10 muajit të shkurt. Atëherë domethënë në atë periudhë kohore edhe na u forcume pak domethënë kana materiale para dhe psikike edhe muajin e Ramazanit ishte diçka që nuk mundet më përshkruar me fjalë. Nga kush janë të fundet kryesore? Kryesisht janë vetëm për qytetarëve të Ulqinit. Diaspora asnjëherë s'na ka lënë. Domethënë gjithmonë kena pas një përkrahje shumë madhe për diasporës. Përveç ndihmave që jepni gjatë këtyre muajve të dimrit, por kësaj radhe keni bërë edhe një hap që kuzhina të jetë e hapur, të ketë të hapura dyert edhe gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Si e shihni lidhjen ndërmjet Ramazanit dhe Bajramit edhe për këto njerëz që kanë nevojë? Keni bërë disa hapa që edhe gjatë festës së Fitër Bajramit ato të ndihen të plotësuar në një farë mënyre? Domethënë kthehem prapë si prej fillimit, domethënë prej se është themeluar organizata, në muajin e Ramazanit e kena pas gjithmonë si projekt. Si projekt edhe kena pas një, domethënë cak. Pikë synim po. Një cak me qenë dita Bajramit, një ditë parë, domethënë bate shpërndamje paketave të atyre gjanave kryesore që ta kemë, domethënë tërheqën plot ditën e Bajramit.
parësimet ishte aja posaçme që u ndërlidhen të them të treta mujt. Këto paketa që përmende për këtë festë që jemi edhe sot, për Fitër Bajram, janë fokusuara te këto persona që keni ndihmuar edhe gjatë muajit të Ramazanit apo? Po, domethënisht, siç thash edhe më përpara, janë 43 familje. Që janë çdo muaj e kanë nevojën edhe çdo muaj ata i furnizojmë me paketa. Njëkohësisht ata i furnizojmë edhe me ilaçe. Por domethënë ndryshon them muaj pi muajit nevojat e atyne paketave. Ka domethënë shumë ndryshime kurisht si janë domethënë festat, aty shtohet diçka tjetër apo domethënë i përshtaten në çdo kohës. Ku janë këto familje? Janë në zonën e Ulqinit, anës të Malit? Fatkeqësisht, domethënë një pjesë shumë e madhe është në qendër domethënë të Ulqinit, por njësi e kena domethënë kjo pjesa zonës anës Malit. Si e keni bërë për zgjedhjen e këtyre familjeve? Kanë ardhur janë lajmëruar vetë apo i keni pasur në shënjestër që janë disa familje nevojtarë dhe kanë nevojë për ndihmën e juaj? Pak ka shumë, domethënë Ulqini, si thash më përpara, është një vend shumë i vogël edhe njifen edhe thënë çdo kush me dikën, gjithë kush e din çka ka bëj për misditë si thona. Domethënë është një qytet shumë i vogël edhe dikush është lajmëruar edhe vetë, por fatkeqësisht, fatkeqësisht gjendja në qytet nuk është edhe aq e mirë siç duket. Për këtë kësa janë. Gjatë kësaj feste të Fitër Bajramit, kanë mundësi ato familje që ju i gjendeni në ndihmë të shprehin ndonjë farë lloj falënderimi dhe të bëjnë Bajram me juve? Ishte tepër emocionuese dhe tepër prekse, domethënë takimi jon me ata atë ditë kur shkom atje çom ata pakete ose net kur kanë marrë iftari është diçka që sada që ta flas nuk mundesh të shpreh atë çka ndihet. Duhet njeriu me ani. Tjetë njëherë një ditë pjesë e jona, domethënë, tjetë aktivist, themu se krahi jon një ditë, edhe me anijat është diçka e papërshkueshme. Sa janë qytetarët e Ulqinit vullnetar për të ardhur me juve të jenë pjesë e këtij aktivitete, nëse mund ta quaj kështu, të jenë edhe në terren, edhe në punë që bëni ju? Më thënë, e kanë dëshmu të sa vite, kështu vullnetar, dy të ditë lejmëron. Edhe kena për shembull kena bërë si më thënë një ekip tyne grave, janë gratë, nanat tona, pak që janë edhe në vjetë, ata janë cilat 30 ditë Ramazanit kanë prej orës 2 deri në 5 sadje kanë zije, kanë bërë ushqim. Gati që i shpërda prej 5 deri para vaktit iftarit. Kanë qenë, po një ashtu kanë qenë edhe në kohën e kuzhinës dimrore, 2 muaj. Kështu që çka i përket vullnetarëve gjithmonë kena pas një shtyllë pështetëse ku kena vazhdu përpara. Mendoni që do të vijoni edhe në vazhdim edhe mbas Bajramit, edhe mbas Ramazanit? Gjithsesi, është një që, si me thanë, synimi jonë, që ta bëjmë një përmbledhje gjithë atanave, synimi jonë është që t'ja çomë, domethënë, ndërgjegjen popullit Ulqinit edhe këtyre, domethënë, komunës apo që ta ketë një kuzhinë popullore, cila do të punojë 12 muaj. Ja më thënë, ja më larg se qyteti i Tivarit e ka një komunën, e ka një kuzhinën dimnore, si dojmë dimnore, kuzhinën popullore, cila funksionon 12 muaj. E aja është në buxhet të komunës, që finansohet prej komunës, domethënë ata i kanë të ardhurat, nuk ka nevojë si na, që të mbështeteni tek vullnetarët apo edhe qytetarët. Çdo moment na kena nevojë të dalim të bëjmë apel, të kërkojmë vullnetar, të kërkojmë ushqime, të kërkojmë me të vërtetë se kena përkrahje shumë madhe për popullit edhe për bizneseve, por tani shka deri kur. Kështu që synimi jonë është që t'ja çomë ndërgjegjen, që ta hap dikush edhe na tërhiqe na çaj punë, ja puna lodhesh apo diçka, por edhe ne kena punë tona dhe është diçka që i ka nevojë ky qytet. Ne të falenderojmë shumë për këto çaste. Faleminderit edhe një herë dhe gëzuar edhe një herë festën e Fitër Bajramit. Urime edhe juve. Faleminderit për këto çaste dhe që dhe ndoshta një mesazh për ato dhe që nuk e dinë që duan të ndihmojnë dhe është pika kryesore të drejtohen edhe tek ju. Faleminderit edhe që qëndroni përgjatë kësaj dite që do të shoqërohemi së bashku në ditën e festën e Fitër Bajramit. Ne vazhdojmë me programin ton që kemi përgatitur sot për ju.